Unë jam Ina Gjona, jam votuse për herë të parë, studioj për shkenca kompjuterike, jam vajzë kombinati, pjesë ose është 1878. Dua që të ftoj të gjithë bashkëtarët e mi që të votojnë për Partinë Socialiste. Unë sigurisht që votën time të parë do të japë për Partinë Socialiste, sepse është drejtimi më i mirë për NBE. Kështu që shpresoj që të gjithë bashkëbashkëtarët e mi të votojnë për Partinë Socialiste. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur. Unë quhem Gresa Lika, jam 23 vjeçë dhe aktualisht jam studente në Fakultetin e Mjekësisë, dega Mjekësia e Përgjithshme, viti 5. Jam shumë e nderuar dhe privilegjuar që të përfaqësoj njësinë numër 6 dhe kombinatin. Ku është kombinati? T'ju gjej pak. Unë jam çdo ditë në kontakt me të rinj dhe ndjej energjinë e mirë. Dua t'ju ftoj të gjithë bashkëmoshatarët e mi, të gjithë bashkëqytetarët, të gjithë votuesit për herë të parë, që të votojnë për Partinë Socialiste si e vetmja parti që mund të jap kombinatin një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme europiane. Faleminderit. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Kashari. Unë quhem Oneda Lama dhe jam studente në kimin industriale dhe mjedisore. Faleminderit. Dhe kimis industriale në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Faleminderit Kashari. Dhe kam nderin sot që përfaqësoj të gjithë të rinin e Kasharit dhe jo vetëm të studentëve që që i kemi me vjetra, por të gjithë të rinjve që besojnë se mund t'i dëgjohet zëri i tyre. Unë se kam shumë emocione, se është hera e parë që dalë në podium. Unë do t'a investoj votën time për Partinë Socialiste me datën 11 maj. Investojni dhe ju. Faleminderit, nuk mbaj më. Shumë faleminderit. Përshëndetje gjithë, përshëndetje Astiri! Unë quhem Sabina dhe jam 25 vjeç. Kam pak kohë që jam kthyer në Tiranë, pasi kam jetuar për shumë vite jashtë shtetit dhe normalisht jam votuese për herë të parë në lagjen e Astirit dhe vota ime do shkoj vetëm për Partinë Socialiste, vetëm për faktin që në këtë parti shikoj vizion dhe vullnet për ta çuar Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit. Kam kënaqësinë të prezantoj para jush zënjush Ogerta Manastirliun. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje kombinati, përshëndetje Kashari, përshëndetje Astiri, super energji, një skuadër fantastike, një komunitet vërtet entuziast dhe i mobilizuar për fitoren e 10 të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Me Blendin, me Larentin, me Ermonelën, me gjithë ekipin, me Julin, me Glingjetin, kemi qenë përgjatë gjithë kësaj periudhe me njerëzit, duke komunikuar, duke folur, për ato çfarë ne kemi bërë, por mbi të gjitha për ato që do të bëjmë për kombinatin, për Astirin, për Kasharin, me gjithë investimet të cilat kanë filluar dhe do të nisin së shpejti. Kombinati është një prej zonave që u prek nga tërmeti, por që për infrastrukturën arsimore, investimet nuk kanë rreshtur dhe nëse
do të krahasohemi me vite më parë, kombinati sot është një ndër ato zona që shkollat e reja, përmirësimet në infrastrukturë, përmirësimet në sheshet dhe në gjithë infrastrukturën publike sot janë vërtet domethënëse. Do të vijojmë të përfundojmë planet e nisura për kombinatin. Në Astir, ashtu sikurse e kemi premtuar, shkollat e reja do të fillojnë menjëherë. E gjithashtu në Kashar me 2 shkollat 9 vjeçare dhe shkollën e mesme Kopshtin e Kasharit që e kemi premtuar, sepse ajo ku ne po investojmë është e ardhmja e fëmijëve tanë, e ardhmja europiane e fëmijëve tanë. Dhe ashtu si të rinjt dhe të reja që sot dolën në këtë skenë, dhe ashtu si kurse ju, të rinjt të reja, burra, gra, vajza, djem, e kuptoni edhe vetë që nuk ka forcë tjetër përveç se forca e Partisë Socialiste që mund ta çojë këtë vend përpara. Me vizionin e Edi Ramës, me punën e ekipit të qeverisë dhe Partisë Socialiste, ne do të vijojmë punojmë për kombinatin, për Astirin, për Kasharin, për gjithë Tiranën, për Shqipërinë, për ta çuar Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Dhe është përmes të rinjve, përmes forcës, përmes energjisë tyre. Dhe është përmes investimit gjithashtu të votës tyre, ku ne presim që të kemi një mbështetje të madhe, të plot, pikërisht për treguar me zot fort që po, Shqipëria është për Bashkimin Evropian dhe pasaporta europiane për çdo shqiptar është një mundësi më shumë, një mundësi për të rinjt dhe të rejat, një mundësi për çdo shqiptar, si një status i cili do të garantoj shanse të barabarta, do të garantoj çdo qytetar shqiptar të jetë i barabart ashtu sikurse qytetarët europian dhe do të garantoj gjithashtu që Shqipëria të ketë më shumë investime në infrastrukturë, bujqësinë, sektorët e tjerë dhe duke vijuar zhvillimin do të vijojmë reformat dhe progresin. Progresi tashmë po vijon dhe ne nuk duhet kthehemi prapa. Dhe me gjithë mbështetjen që kombinati, që Astiri, që Kashari dhe gjithë njësitë e Tiranës do t'i japin Partisë Socialiste, ne do t'ja dalim ashtu si për herë që Tirana t'jetë lokomotiva e fitores. Ndaj të gjithë së bashku të përfitojmë në këto 2 javë pak ditë të mbetura për të takuar çdo njeri, për të fituar çdo zemër, për të votuar numrin 5 Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Dhe tani më lejoni të ftoj këtu ekipin drejtues të kombinatit Blendin, Larentin, Ermonelën, Julin kush është tjetër dhe kryeministrin, kryetarin e Partisë Edi Rama për një surprizë që kanë përgatitur dhe që duan t'ju dorëzojnë. Për familje, si Shqipnia s'ka si ven, një me rritje e zipër, lumaj që ka me ekonomësime, si Shqipnia nuk e... Kjo është dhurata jon nga kombinati me shumë dashuri që vota jon shkoj për partinë më të mirë të këtij vendi dhe për drejtimin më të mirë drejt BE-s. Faleminderit. Është një dhuratë nga një punishtë artizanale për zotin kryeministër, sigurisht nga kombinati. Një kreki nga kombinati edhe për ta lënë me bukur. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe më vjen keq që s'ka pak më shumë vend për ata që janë aty mbrapa, se kanë mbetur shumë njerëz jashtë.
Ju falenderoj shumë edhe duan radh parë të shpreh mirënjohjen time dhe respektin për të gjithë ata që janë këtu, vajza dhe djem që janë votues për herë të parë. Është shumë e rëndësishme për ne kjo që po shohim në këto ditë dhe që unë kam prekur në të gjitha shtabet e Tiranës ku kam shkuar me Ogertën. Fakti që ka shumë vajza dhe djem, nxënës, student të angazhuar në këtë rrugë dhe të vendosur që deri 11 maj të bëjnë gjithçka munden për të pasur sa më shumë shoqe dhe shok të tyre në kutitë e votimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe për faktin se këto zgjedhje janë zgjedhjet lidhura drejt për drejt, mbase si asnjë palë zgjedhje tjera që kur të paktën unë mbaj mend me interesin e votuesve të parë, drejt për drejt. Natyrisht që të gjitha zgjedhjet kanë interesin e tyre për të gjitha kategoritë, por këto zgjedhje janë të lidhura më shumë se sa çdo palë zgjedhje tjera deri më sot me interesin e votuesve të parë, me interesin e vajzave dhe djemve që janë pjesa më e re e shoqërisë tonë. Për arsyen e thjeshtë se në këto zgjedhje populli ynë mund, duhet dhe unë kam bindjen e plotë që do të marrë një vendim shumë të rëndësishëm, për i cilit pastaj do të vi një periudhë përpjekje kombëtare intensive për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian dhe për të bërë të mundur që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe të gjithë vajzat dhe djemt që janë këtu apo që janë bashkëmoshatarë të tyre në të gjithë Shqipërinë apo dhe përtej kufijës së Shqipërisë, por që janë shqiptarë dhe shqiptare, të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian që nuk është një dokument tjetër udhëtimi. Pasaporta që ne kemi sot është një dokument udhëtimi, që ne jep mundësinë të lëvizim, të hyjmë dhe të dalim nga Bashkimi Evropian, por nuk na jep të drejtën të qëndrojmë. Që do të thotë jemi thjesht dhe vetëm kurreshtar që shkojmë atje, turist, vizitor që shkojmë atje, student të huaj që shkojmë për të studiuar atje, apo të huaj që për të qëndruar atje duhet kërkojmë azil e kështu me radhë, po nuk jemi qytetarë të barabartë. Ndërkohë që me hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria bëhet një shtet antar i barabartë me tjerët dhe çdo qytetar i këtij vendi bëhet një antar i asaj familje të madhe popujsh. Dhe natyrisht që nëse marrim thjesht këtë ndryshim, është njësoj si të pyesësh veten, do të jetosh dhe do të jesh qytetar i një vendi shumë të vogël apo një vendi shumë të madh. Dhe natyrisht, nëse përgjigja është dua të jem qytetar i një vendi sa do të vogël, që është vendi im, por nëse më jepet mundësia që vendin tim ta shoh bashkë me shumë vende të tjera dhe unë të jem qytetar i asaj familje të madhe vendesh, atëherë patjetër që kjo e dyta është ajo që më duhet. Dhe e vërteta është që me hyrjen në Bashkimin Evropian, Shqipëria bëhet e madhe sa Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian bëhet i vogël sa Shqipëria. Njësoj si sot për të lëvizur nga Tirana në Shkodër apo në Korçë apo në Vlorë,
nuk duhet asnjë gjë tjetër përveç dëshirës dhe mundësisë për të shkuar. Kështu është kur vendi është antar i Bashkimit Evropian për të lëvizur nga kombinati në cilin do qytet të Bashkimit Evropian, nga perëndimi në lindje, nga veriu në jug të Bashkimit Evropian. Dhe momentin që ne bëhemi antar Bashkimit Evropian, të gjithë ata që shkojnë të studiojnë atje, nuk janë më student huaj, po janë student evropian që janë me të njëjtat të drejta dhe kanë të njëjtin trajtim si të gjithë studentët e atjeshëm, qofshin të lindur dhe që banojnë aty apo të ardhur aty. Është shumë e rëndësishme për ne kjo, sepse kjo na jep mundësinë të ndahemi një herë për gjithmonë nga një histori shumë e gjatë, ku kemi kaluar shumë sundime dhe regjime, po ku asnjëherë nuk kemi qenë të lirë dhe asnjëherë nuk e kemi jetuar barazin para ligjit. Ndërkohë që këto kemi filluar t'i prekim sot, por s'ka asnjë diskutim që për t'i garantuar një herë për gjithmonë duhet jemi atje. Duhet jemi së bashku me ata, duhet jemi këtu njësoj si ata, pra antar të Bashkimit Evropian. Dhe nga ana tjetër, nuk ka diskutim që në një kohë kur bota po ndryshon, kur rreziqet po shtohen, kur lufta është kaq e pranishme dhe nuk është më një film bardhëzi që e shohim si diçka që ka ndodhur kur ne nuk ishim akoma në këtë botë, është shumë e rëndësishme që të jemi sa më të fortë. Dhe që të jemi sa më të fortë, duhet jemi bashkë me të tjerë, duhet jemi trimi mirë me shok shumë, dhe në rastin e Bashkimit Evropian, mundësia, fati dhe zgjedhja jonë është që të jemi me vende shumë të zhvilluara dhe shumë të forta. Edhe për sigurinë tonë, edhe për mbrojtjen tonë, nga të gjitha rreziqet që mund ta kanosen. Por hyrja në Bashkimin Evropian nuk është vetëm kjo anë, është dhe ana tjetër. Sikundër për gjithë individët fillon një jetë e re, në një hapësirë të re, sepse bëhen banor të një vendi të ri, edhe për Shqipërinë fillon një jetë e re me hyrjen në Bashkimin Evropian. Bëhet një Shqipëri e re, sepse ulet në të njëjtën tryezë si e barabartë me të gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe duke bërë pjesë e saj familje, në fazën kur Shqipëria ka nevojë ende shumë për financime, ka nevojë ende shumë për zhvillim, ka nevojë ende shumë për të rritur dhe për të fuqizuar, ajo familje na jep mundësinë që të kemi, përveç buxhetit tonë që e krijojmë nga të ardhurat, nga taksat dhe kontributet e gjithsecilit, edhe një buxhet ekstra, që është buxheti i familjes bashkuar evropiane. Dhe nëse sot ne shohim që në këto vite Bashkimi Evropian na ka ndihmuar, na ka mbështetur me diçka më shumë se 1 miliard euro, në momentin kur bëhemi antar të Bashkimit Evropian, ne çdo vit marrim diçka më shumë se 1 miliard euro. Dhe ka një ndryshim shumë të rëndësishëm, sepse këto 1 miliard dhe diçka më shumë euro që kemi marrë deri më sot janë 90% kredi. Janë hua. Patjetër që janë hua e butë, po hua që ne kanë dhënë për shumë çka kemi bërë, për infrastrukturën, për
arsimin, për bujqësinë e kështu me radhë. Kur jemi antar, 90% e ati 1 miliard e ca që do marrim çdo vit, do jenë para solidariteti e kësaj familje për ne. Sepse ajo familje është e ndarë në 2 grupe. Ka kategorinë e vendeve kontribuse, që janë vendet më të forta, më të zhvilluara, më të pasura, të cilat japin në buxhetin e përbashkët më shumë se sa marrin nga buxheti i përbashkët, dhe janë vendet përfituese, të cilat marrin nga buxheti i përbashkët më shumë se sa japin për buxhetin e përbashkët, siç është edhe rasti ynë. Dhe keni parasysh që Bashkimi Evropian ka shumë solidaritet, ka shumë mundësira, ka shumë financime për fëmijët dhe për të rejat e për të rinjt. Në të gjitha nivelet. Ne kemi në programin qeverisës të mandatit 4, ne kemi një instrument të ri që quhet Garancia për fëmijët. Garancia për fëmijët është një instrument i krijuar mbi modelin e Bashkimit Evropian. Dhe praktikisht edhe me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian, për cilën jemi dakordsuar, ne do të arrijmë që të mbështesim rreth 100.000 fëmijë që kanë nevoja të ndryshme. Po ashtu, sot Shqipëria po bën hapa shumë shpejt përpara, falet dhe shumë vajza dhe djemve talentuar që ka për sa i përket teknologjisë. Dhe kemi shumë rezultate vërtet mbreslëndse nga puna e bashkëpunëtarëve tuaj në fushën e teknologjisë. Qeveria ka një program të veçantë që i mbështet të gjitha startupet. Por në momentin që ne bëhemi antar Bashkimit Evropian, programi i mbështetjes startupeve për vajzat dhe djemtë e talentuar në teknologji 10 trafishohet. Nga një pamja e mundësisë financiare. Dhe dua të prek edhe një aspekt tjetër, duke qenë se rasti e solli që unë t'jem pjesë e skuadrës deputetëve të Tiranës, edhe s'kam qenë asnjëherë deputet i Tiranës, jam të herë, dhe për shkak të kësaj detyre, o zogu, po na myte me atë fishkëllim, na myte morë burë. Po na myte mu. Po që pas ke qenë mu. Do jesh në atë nxehtësinë e dashnisë që fishkëllen, po nuk një gjonë kanarina. Po që fishkëllime pas ke pas mu, shive. Po na myte mu. Apo e ke nga Bashkimi Evropian, që nuk e... Po thosha që duke qenë se kjo e deputetit të Tiranës është një mision i ri për mua, edhe duke qenë se për shkak të ndjekjes fushatës bashkë me Ogertën kam shkuar në shumë pjesë të Tiranës që për hir të vërtetës nuk i kam parë, si kam parë. Dhe kam parë ndryshime të jashtëzakonshme. Tirana sot është diçka krejt tjetër nga ajo që ka qenë kur ne edhe ju që fishkëlleni keni qenë të vegjël ose s'keni sishit fare atëherë. Po këtu ka disa që kanë qenë pjesë e kësaj përpjekje qysh atëherë. Po mboni shefi tash, ja.
A doni me një gjuhë këtë pjesë, apo s'doni me një gjuhë, se s'po ju marrë vesh? Apo s'ju intereson fare? Duke qenë se atëhere, kur ne e nxorëm Tiranën nga një kënet e jashtëzakonshme, e pa imagjinueshme, dhe filloi qyteti të zhvillohej, perceptimi im ka mbetur mbrapa në raport me shumë pjesë të qytetit që sot janë bërë pjesë të integruar plotësisht, por që atëherë as nuk ekzistonin. Për shembull, nëse unë ju them që atëherë nuk ekzistonte as Tiri, juve do habiteni, por nuk ekzistonte. Ai që është sot, se ishte, po kishte shtëpi të vogla. Dhe në këtë transformim të madh kam parë edhe shumë gjëra që ne duhet t'i adresojmë, sepse unë besoj që në këto kushte që është sot, ky qytet ka një potencial të jashtëzakonshëm për të bërë akoma shumë më i mirë për komunitetet e veta. Ka një potencial të jashtëzakonshëm për të bërë akoma shumë më i mirë për pjesëzat e veta. Një kohë Tirana kishte një qendër, edhe gjithë vërtiteshin rreth asaj qendre. Sot ajo qendër e vjetra është shumë larg, sepse qyteti është bërë më i madh dhe jeta është ndarë në shumë pjesë. Dhe prandaj qyteti ka edhe pika të tjera, qendra të tjera, ku ka komunitete që jetojnë rreth atyre qendrave. Dhe tani është momenti për t'i dhënë një hodh tjetër, pikërisht asaj që ka filluar të formsohet dhe për t'i dhënë një cilësi jete tjetër komuniteteve, dhe këtu kam parasysh edhe kombinatin, kam parasysh edhe Kasharin, kam parasysh dhe zonën e Astirit, që kanë krijuar një bazë shumë të fuqishme energjish dhe forcash njerëzore, forcash pune, forcash plot jetë, dhe që kanë nevoja jo të jashtëzakonshme, por kanë disa nevoja që nëse ne do t'i adresojmë ashtu siç duhet, atëherë cilësia e jetës komunitare do të bëhet shumë herë më e mirë. Dhe ne do të angazhohemi shumë për këtë, ose qoftë edhe për diçka shumë të thjeshtë, që përsëri e kam vënë re, që në shumë vende individ caktuar vën trar, rrethojnë zonën, fillojnë marrin, japin bileta me dorë për parkingje e tjerë dhe krijojnë një situatë jo të mirë për komunitetin. Ne do i pastrojmë ta të gjithë, komplet. Dhe të gjitha teritoret ku individ të ndryshëm mund të kenë të drejtë atë dokumentin e pronës, por që janë pjesë të jetës komunitetit, që janë rrugë kalime, që janë sheshe të vogla, që janë hapësira, parkimi e kështu me radhë, nuk mund t'i marrin dhe t'i përdorin pa pasur asnjë lloj autorizimi, asnjë lloj leje, asnjë lloj të drejtë të dhënë me ligj dhe asnjë lloj miratimi nga vetë komuniteti. Dhe kjo është diçka e vogël, por është diçka sa e vogël kur nuk e ke në kurriz, aq e madhe kur e ke poshtë dritares ose e ke te lagja jote, dhe ka shumë pika të tilla që janë problem. Dhe tjetra që dua të them në mënyrë specifike për këtë territor. Ky territor ka nevojë, është e vërtetë ajo që tha Ogerta, ne kemi bërë shumë investime, sidomos në kombinat për ndërtimin e shkollave që u prekën nga tërmeti, dhe sot besoj që Tirana
Durrësi, Kamza, Kruja, Fushkruja, edhe Lezhë, po më pak, kanë shkolla që janë shkolla, jo shkolla europiane si një shkollë do si do në Europë, po shkolla shumë të mira europiane. Por nga ana tjetër është shumë e qartë që Kashari, Astiri ka nevojë për më shumë për fëmijët edhe për më të vegjëlit, ka nevojë për çerdhe, ka nevojë për kopshte, ka nevojë për shkollë dhe shkolla. Dhe këtë gjë ne do ta bëjmë me siguri. Dhe në mbyllje që të mos ju mbaj më gjatë, duhet ju them që zgjedhja për qytetarët e Tiranës në 11 maj, më duket mua është shumë e thjeshtë, edhe për vetë interesin e tyre si qytetarë Tiranës, përtej zgjedhjes si shqiptar. Sepse si shqiptar, unë besoj që këto zgjedhje, përveç se një ditë zgjedhjesh kur njerëzit shkojnë të votojnë se kush do qeverisi vendin për 4 vjet, janë një takim me historinë, sepse shqiptarët duhet të ndajnë mendjen shumë fort dhe të kapërcejnë çdo lloj pengese që kanë në raport me ngjyrën e partive dhe të vendosin që të nxjerrin nga kutitë e votimit një mesazh shumë të fortë dhe një energji shumë të madhe, qoftë të brendshme, për t'i mbyllur ato negociata brenda 2027-s, qoftë të jashtme, për t'i thënë Europës që ne shqiptarët këtë herë, njësoj siç bëm në mars të vitit 1992, kur nuk ishim të gjithë me Partinë Demokratike, por votuam në një shumicë shumë të madhe për Partinë Demokratike, sepse ishte kohë e dur, ishte vendi e dur dhe ajo forcë ishte aty për të ndarë historinë tonë. Këtë herë votuam që ju, miq evropian, të kuptoni se ne e duam antarësimin në Bashkinë Evropian më shumë se sa cilëndo parti dhe mbi çdo konflikt dhe dasi partijake. Kjo është si shqiptar, si qytetar Tiranës. Zgjedhja besoj unë është shumë praktike. Shumë praktike. Tirana është motori më i fuqishëm i ekonomisë tonë. Tirana është vendi i mundësive më të mëdha. Në Tiranë, jo vetëm ata që janë, por dhe ata që vinë, shikojnë për të arritur maksimumin. Në Tiranë, askush nuk ndalet, por gjithkush do të arrijë më shumë. Tani, çfarë i duhet njerëzve në Tiranë? Njerëzve në Tiranë i duhet një qeverisje e dyfisht e vendit dhe e kryeqytetit, siç ka qenë në këto vite, që t'jetë në sintonit plot dhe që të shtyhet përpara për të krijuar atyre sa më shumë shtigje që ata të shikojnë punën e tyre dhe të bëjnë punën e tyre. Nuk i duhet njerëzve fare në Tiranë një histori fanelash, flamujsh partie, ndarjesh se gjyshi im ka qenë me ballin, gjyshi im ka qenë me luftën, se ne jemi kështu, se familja jonë, nuk i duhen fare këto. Kjo është një kohë e re komplet dhe Shqipëria ka hyrë në një fazë të re kur ekonomia e Shqipërisë vetëm do të rritet dhe cili do duhet të bëj rritjen e vet. Dhe atëherë si vendoset
duhet që qytetarët të kenë përfaqësuesit e tyre, po përfaqësuesit e tyre që të kenë diçka në dorë. Dhe po të shikosh skuadrën tonë në Tiranë, është një skuadër e përbërë nga njerëz që kanë dhe do kenë gjëra në dorë. Dhe nga njerëz që kanë bërë dhe dinë çfarë duhet bëjnë, me nga të reja dhe të rinj që kanë shumë dëshirë të bëjnë bashkë me të skuadrën. Tani, më falni, po nëse marrim dhe shikojmë skuadrën e tyre, tani çfarë lidhje ka Tirana me Kënetën, si fillim? Sepse ju këtu ka shumë vajza dhe djemë që nuk e kanë idenë se si ka qenë Tirana, ose nuk e kanë idenë se çfarë përfaqëson bufi Kënetës. Edhe unë ju jap një recetë shumë thjeshtë. Mbani mend vetëm disa numra. Dhe kur t'ikni, shkoni në YouTube edhe vetëm bëni search. Ose në Google, po YouTube është më kollaj, është më ike. Shkruani aty 1996, 1997, dhe pastaj nëse nuk ju mjafton, shkruani Gërdec kaq 2008, dhe nëse nuk mjafton as ajo, shkruani janar 2011. Këto të katra. Dhe aty të shikoni se kush është pala që vjen dhe ju thot të jep një votën që të bëjnë Shqipërinë madhështore. Që kur ta thonë Shqipërinë madhështore, të thua orë janë normal ta. Po ta nuk janë normal, nuk diskutohet. Dhe pastaj, mbasi të keni njohur bufin e Kënetës, nuk keni fare se çka kërkoni më, se aty ka kukumjaçka, e ka bretkoca, e ka zhapike, ka gjithë farë lloj specie tjera që janë realisht ashtu. Do thoni ju tani, po si ka mundësi që ata janë akoma vërdall? Ja u them unë, sepse gjysma e burrave të Shqipërisë janë çyrik. Shumë e thjeshtë. Janë çyrik. Nuk ju punon radiostacioni. Nuk ju punon. Se mua më mjafton një gjë. Partinë Socialiste e mbështesin 56% e grave dhe vajzave të Shqipërisë. Tani, dhe unë llogarinë e kam shumë të thjeshtë. Në qoftë se ne na mbështesin 56% e grave dhe vajzave, në qoftë se ne na mbështesin 56% e votuesve të parë, ne na duhet vetëm gjysma e burrave, pjesa që janë normal. Edhe ne jemi më shumë se sa që ishim 4 vjet më parë atje në parlament. Tani më thonë se unë shoh televizor edhe i qaj hallin kujdo që shef televizor. Unë shoh televizor, po shoh deshe, shoh filma, shoh gjëra tjera. Nuk hy fare në aty ku janë projektorët e Kënetës. Po ata që hynë i dëgjojnë dhe më thonë që janë shqetësuar shumë edhe janë revoltuar shumë, pse them unë që gjysma e burrave janë çyrik. Po janë, çfarë të bëjmë? Se unë nuk e kuptoj dot si një burr normal mund të niset edhe të shkojë të hidhet në Kënet me kokë. Si mund të shkosh të hidhesh në Kënet me kokë? Unë nuk e kuptoj dot se si një prind sot, kur ka përpara shumë të qartë rrugën dhe jo të thënë nga unë ose nga ne, po të thënë nga ata që janë në anën tjetër të tavolinës, nga Bashkimi Evropian.
që Shqipërisë i kemi dhënë planin për të mbyllur negociatën 2027-ën, të dëgjoj këto edhe të shkoj bëldum me kokë në kënet. Si mund të hudhet burri në kënet? Atëherë s'është për punë tjera mund t'janë rregull ata, unë po them për këtë punë që na duhet ne. Qyryt, komplet. Po kur thonë, pse e thyen ju popullin shqiptar që e hapni fushatën me këngë dhe me valle? Se sipas tyre duhet të hapi me zi. Duhet mblidhni një grup vajtojcash dhe vajtoni me OI, se Shqipëria sot s'ka buk, se Shqipëria sot s'ka ujë, se njerëzit po vdesin rrugëve, se askush nuk punon. Si duhet, pse shqetësohen ta? Pse shqetësohen ta? Që ne hapim, bëjmë një mbledhje, po qarë, më mirë me këngë me vallje, apo sa s'dilshim gjithë ne të mbani fjalime të gjithë, ma jino qatë merri. Edhe fjalime, edhe muzik, edhe valle, edhe këngë, edhe kur thonë tallava, këta aristokratët e mdhej, këta që gëdhien me Beethovenin dhe ngrysen me Wagnerin, tallava. Tallava. Këta janë tallavaja më e madhe, se është tallava tralala. Ne na thonë, këta tallava, aristokratët i keni pa? Pa belon aristokratin ju se si... Kështu që për këtë arsye, ne na duhet që burrat që janë gjysma e mirë, do në pjesa pa ujë e trurit, bashkë me shumicën e grave të vajzave, bashkë me votuesit e parë, dhe jemi rregull. Por një gjë dua që ta dini të gjithë, ju që jeni këtu. Ne, në mandatin e ardhshëm, do të bëjmë për kombinatin, për Kasharin, për Astirin, dhe për gjithë Tiranën, dëgjoni me vëmendje, më shumë se që kemi bërë në të gjitha këto mandatet marrës bashku. Dhe Tirana 2030 do t'jetë kjo që është në shumë aspekte, por do t'jetë shumë më e mirë në një aspekt. Do jetë shumë më miqësore me komunitetet që e përbëjnë. Ju falenderoj shumë për këtë mikpritje. E di shumë mirë që është një sfidë e madhe të jesh deputet i Tiranës edhe të përpiqesh për të çuar përpara punët e Tiranës, por ju e dini që ne jemi për sfidat e mëdha. Ne nuk jemi për lojën me portat vogla, megjithëse këtu jemi fut në një fush. Kjo është as të vogla as të mëdha, është midis, siç është Bledi Gondja. Shumë faleminderit. Për familje, si Shqipnia s'ka si ven, një në rritje e sipër, luaj që kamer, e për pësime, si Shqipnia nuk e për qenka, 1 milion e fjem se vota nuk po vjen, për në shkar për pak, e është me milion, se se kore, për është në turizit ton, s'ke në vëgor, në nuk ka më ukë, gjyma ma Shqipe si jemi mo, inspirim për një, se s'ko si për ti, Shqipnia për në zon, se e për në ti, e për ne, e për na i, e për na jo, e për na ta, e për në ju, e për na to.
Duhet ne la